Shtetit Zoti Kelmendi, të nderuar anëtar të Këshillit Prokural të Kosovës, të nderuar përfaqësues të media dhe shoqërisë civile, të nderuar përfaqësues të partnerëve ndërkombëtar dhe fanishëm të tjerë të mësoj. Ju se keni ardhur takimin e 267 të Këshillit Prokural të Kosovës. Në lërën e fillimisht konstatoj quorumin, jemi prezent gjithë, atë jemi 19 anëtar. Me këtë rast konstatojmë se ka quorum për mbajtjen e këtij takimi, të hap takimin. Të nderuar anëtar të Këshillit Prokural, ju keni marrë agjendën në materiale me 6 pika të një ditës. A ka kush tjetër në një propozim tjetër? Tek të ndryshme është aspekti si pikërendi i ditës, e kam një çështje për ta diskutuar. Atëre, të diskutojmë atëre. Votim rënien e ditës, kush është për miratimin e rënies e ditës? Kundër, abstenim nuk ka, konstatojmë se me numër të vota për miratohet rënia e ditës. Kalojmë pikën e dytë rënia e ditës, ju e keni marrë në materiale dhe procedurë verbal takimit 266 të Këshillit Prokural të Kosovës. A ka kush vetëm këtë procedurë verbal? Kush për në usaj? Andrejt Krysus, përshëndetje për gjithë. Unë veç diskutuam për aplakish, i kam dërguar edhe me email, ato që kanë gjyqësore, të përfshihen për cilat administrata është njëri, është fjala për faqe 10. Po, me shenë si ju jeni drejtuar edhe me email, dhe në faqen 10 dhe 11 disa gabime teknike duhet të përmirësohen. Faleminderit, disa dikush tjetër? Nuk ka, atëherë votim kush është për miratimin e këtij proceduri verbali me këtë vërtet që unë kam. Kundër, abstenim nuk ka, atë konstatojmë se me nim dhe vota për miratohet proceduri verbali takimit 266 të Këshillit Prokural të Kosovës. Faleminderit, kalojmë në pikën e tretë e ditës. Në këtë pikë e ditës e kemi raportin vjetor të fundit të Prokurorit Shtetit për vitin 2024. Për prezantimin e këtij raporti fjalën ja kaloj ushtruesit të prokurorit të Këshillit Kelmendi. Unë prokuror. Faleminderit shumë, nderuar kryesues, nderuara zëvendës kryesuese, anëtarë të Këshillit, të nderuar pranishëm. Kam nderin që paraqes raportin vjetor për prokurorin e shtetit për vitin 2024 dhe paraqes rezultatet, sfidat dhe rekomandimet sa i përket situatës në prokurorin e shtetit. Të qenë në ndjeni, gjatë vitit 2024, kanë qenë 200 prokurorë. Numri tyre ka varieruar herë më pak herë më shumë, por ky ka qenë numri për vitin 2024, nga të cilët 58.50 janë të gjenisë mashkuj dhe 83 apo 41.50 janë femra. Ndërsa sa i përket përkatësisë etnike, prokurori i shtetit ka 4.5% të minoritetit serb dhe 1% të etnive tjera. Fillimisht, edhe pse ndoshta nuk është një rregull e zakonshme, por unë dëshiroj të paraqes sfidat që ka pasur prokurori i shtetit para se të paraqes rezultatet e prokurorit i shtetit për vitin 2024. Fillimisht dua të them se po vazhdon të jetë gjithmonë sfidë për prokurorin e shtetit buxheti. Edhe përkundër kërkesave të vazhdueshme të Këshillit Prokurorial për të kërkuar buxhet të të shtuar për të kryer detyrat më mirë, me efikasitet dhe me sukses, ne nuk kemi marrë miratim të këtij buxheti sipas kërkesave të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ju e dini që tani ka ndryshuar struktura ligjore dhe janë paraqo edhe disa kompetenca shtesë për disa prokurori, sepse janë rritur dënimet dhe kompetencat kanë ndryshuar edhe sa i përket prokurive themelore, edhe sa i përket prokurisë speciale të Republikës Kosovës. Qeveria ka ndarë mjete për shtimin e numrit të gjyqtarëve dhe ky numër sot është shumë më i madh se sa numri i prokurorëve. Për fat keq, ne nuk po mund t'i arrijmë të gjitha seancat të cilat gjyqtarët janë duke i caktuar. Ju siç e dini, në bazë rregullore së Këshillit Gjyqësor të Kosovës, gjyqtarët marrin pikë për të arritur normën e tyre për çdo aktivitet që kanë në një rast. E aktivitetet të tyre llogariten edhe seancat gjyqësore. Ata janë të interesuar të caktojnë sa më shumë seanca, kryejnë sa më shumë raste
ndërsa ne me këtë numër të prokurorëve nuk mund t'i arrijmë. Dhe si vjet janë paraqitur problemet e para, siç e dini ka pas problem Regioni Pesë, për shkak të numrit të pamjaftueshëm prokurorëve për të arritur në seancat të cilat i caktojnë gjyqtarët me të drejtë. Neve na duhet të bëjmë një analizë për të ardhmen, që rastet tona të mos konsiderohen si të përfunduara me paraqitjen e akuzës në gjykat. Nga se, po rezulton që këto raste nuk janë të përfunduara derisa vendimi të bëhet i formës prerë, sepse prokurorët duhet marrin pjesë në seanca, prokurorët duhet të shkruajnë mjetet juridike, qofshin ato ankesa apo iniciativa apo kërkesa për mjetet e jashtëzakonshme juridike, dhe është e pamundur që të arrihet. Mund të t'ju jap vetëm informata të cilat janë shumë të rëndësishme edhe për opinionin, por edhe për juve si anëtar të Këshillit. Kemi bërë përpjekje me kryetarët e gjykatave që s'paku një ditë në javë të mbetet prokurorëve mundësia për me punu në zyre hetimet të cilat ata duhet i kryejnë për të mundur të paraqesin atë akuzën e gjykatës. Për fat keq, për shkak shtimit të madh të numrit të gjyqtarëve, ne nuk kemi mundur të gjejmë mirëkuptim me gjykatat për të pasur ndonjë ditë ku prokurorët e kanë mundësinë të punojnë në zyrën e tyre, të kryejnë hetime, të marrin pyetje dëshmitar, ekspert, të sigurojnë prova për t'i paraqitur pastaj në gjykat. Dhe nëse ky presion vazhdon për të marrë pjesë në seanca, për të mos lënë ditë të lira për punë në zyrën e tyre të prokurorëve, atëherë mund të imagjinoni çka do thotë kjo për efikasitetin edhe për cilësinë e akteve akuzuese që i paraqesin në gjykat. Një çështje mjaft shqetësuese dhe sfiduese për sistemin prokurorial dhe prokurorin e shtetit është edhe përfaqësimi i akteve akuzuese në gjykata. Merreni me mend kur një prokuror duhet shkoj në një deg të gjykatës themelore jashtë Prishtinës, ai duhet të merr gjitha rastet e kolegëve të tyre për t'i prezantuar ose përfaqësuar në gjykatë. Pastaj shtohet një pyetje shumë normale. Sa mund të jetë një prokuror i përgatitur për të përfaqësuar rastet të kolegëve të tyre që nuk i ka zhvilluar hetimet, që nuk e ka pa akt akuzën, që nuk i ka pa shkresat e lëndës dhe duhet i përfaqësoj këto raste në gjykatë. Pra, cilësia e përfaqësimit për shkak të mosndarjes së buxhetit për numër të mjaftueshëm të prokurorëve është shumë në pyetje, sepse ne kemi nevojë për prokurorë që i përfaqësojnë mirë rastet tona në gjykatë. Një sfidë tjetër për prokurorin e shtetit ka qenë edhe çështja e infrastrukturës, kapaciteteve dhe të cilat prokurori i shtetit po kalon. Ne s'kemi objekte për prokurorin e shtetit dhe sot këtu ku jemi ne që mbajmë këtë takim, të quhet objekti i zyrës së prokurorit të shtetit është me qira, pra nuk kemi objekt. Dhe nëse qiravënësit sot në largojnë nga ky objekt, nuk e di dhe besoj që edhe ju nuk e keni mundësinë me ditë se ka të shkojnë. Prokuria e apelit është engulfatur për shkak të numrit të madh të prokurorëve që ka prokuria themelore dhe pa mundësisë së akomodimit në përzyre të gjithë atyre që janë në këto prokurori. Kemi një kod gjatë që bëjmë përpjekje me pas një objekt për prokurinë e Prizrenit. Dhe në veçanti, një kërkesë të vazhdueshme, shumë legjitime për të pasur një objekt të prokurisë themelore në Mitrovicë. Nëse dikush nuk ka pas mundësi me pa se ku punon prokuria themelore e Mitrovicës, le të shkoj, le ta shikoj dhe pastaj le të vlerësoj se si mund të jetë efikasiteti dhe cilësia e punës në atë prokurori. Është e dhëmshme që sot prokurorët e Mitrovicës punojnë në kushte jashtëzakonisht të këqija dhe jo normale për një prokurori të shtetit. Në vazhdimsi kemi ligje të reja, por nuk kemi
zbatim të atyre ligjeve ashtu siç veti ka përcaktuar norma ligjore. Kemi një ligj për ndërmjetësimin që është në fuqi me vite e vite. Kur nuk janë nda mjete buxhetore për plotësimin e vendeve të punës për zyrtarët e ndërmjetësimit nëpër prokurori. Thojmë që duhet prokurori i shtetit me kontribu që shteti të mos ketë kostot e larta buxhetore. Procedurat alternative ku bën pjesë edhe ndërmjetësimi janë procedurat më të mira për të zvogëluar koston buxhetore për shtetin, koston buxhetore për qytetarët dhe koston buxhetore për sistemin prokurial dhe sistemin gjyqësor. Cilat janë përpjekjet që po bëhen për të zvogëluar këto shpenzime. Po shihni, rezultati është zero, sepse asnjëherë nuk na lejohet të kemi mjete buxhetore për pasur këta zyrtarë të ndërmjetësimit. Dhe një sfidë që na ka përcjell, por që këtu duhet bëjmë edhe vetë pak më tepër, është çështja e funksionalizimit më të mirë të SMIT-it, sistemit për menaxhimin elektronik të lëndëve. Sepse siç do ta shihni, unë do të bëj një propozim edhe për Këshillin në fund, sepse ky raport përfshin përveç të dhënave statistikore që janë përgatitur nga zyrtarët e njësisë për vlerësimin e performancës së prokurorit që dua t'i falenderoj që tash për përgatitjen e këtij raporti, do të ketë edhe raporte individuale për secilin prokuror e për cilat unë do të propozoj që të trajtohen në një seancë të mbyllur me këtij këshilli. Sido që të jetë, unë po vazhdoj paraqes disa të dhëna të cilat janë të rëndësishme për ju dhe për opinionin. Ne kemi pas një sukses bukur të mirë sa i përket krimit të organizuar, sa i përket rasteve të ndërlikuara, apo siç quajmë ne raste të shënistruara. Në kuadër të këtyre rasteve janë përfshirë 892 persona. 85 prej tyre janë të akuzuar. 44 prej tyre janë të akuzuar për vepra penale të natyrës korruptive, ku janë përfshirë 354 persona. Pastaj 41 raste janë me aktakuzat që u përkasin natyrës e krimit të organizuar, ku janë përfshirë 464 persona. Sot, nga këto raste, kemi 39 raste që janë të plotfuqishme. 12 prej tyre janë ende në shkallë të parë, nga të cilat 34 prej tyre janë në fazën e gjykimit. Vetëm 4 raste janë pushuar hetimet, në një rast është përzulluar hetimi për shkak se personi gjendet në arrati, dhe 7 raste tjera janë në hetime. Për momentin në këtë rast bëjnë pjesë, ose në këto 7 raste bëjnë pjesë 73 persona. Gjithashtu, sa i përket krimit të organizuar, gjykatat kanë vendosur rastet për 68 persona, prej të cilëve 54 persona janë me vendime pajësuese. Edhe të rastet të dhunës në familje, kemi pasur një efikacitet shumë të lartë, sepse zgjidhja e këtyre rasteve shkon deri në 85% të tyre. Sa i përket kësaj periudhe, vetëm dua t'ju them se prokurori i shtetit për rastet të dhunës së familje i ka trajtuar 1962 raste dhe të gjitha këto raste janë me vendime pajësuese. Një çështje tjetër që po na përcjell vit pas viti dhe ku kemi nevojë të përmirësohemi edhe ne në këtë fushë është sekuestrimi dhe konfiskimi. Në vitin 2024 janë sekuestruar 48.299.297 euro. Ndërsa ka konfiskim 2.035.057 euro. Pra, ky dallim në mes sekuestrimit dhe konfiskimit vazhdon të na përcjell edhe vitin 2024, e që konsideroj se duhet të kemi një kërkojtje.
Vazhdojmë tutje. Vitin 2024 prokurori i shtetit ka pranuar 22.085 kallëzime në regjistrin PP. 1.994 raste në kallëzime penale në regjistrin PPM. 6.389 raste në regjistrin me 3F. 9.381 raste në regjistrin PPN. 298 raste në ndihmën juridike ndërkombëtare. Lënë të bartura nga viti 2023 deri në vitin 2024 janë po ashtu një numër i madh i tyre. Në regjistrin PP janë 11.311 raste. Në regjistrin PPM janë 1.157 raste. Ndërsa ajo që neve na brengos më shumti e që nuk është për fajin e prokurorit shtetit, pra duhet ta ripërsëris edhe një herë. Nuk është për fajin e prokurorit shtetit, është numri i rasteve të trashëguara nga regjistri me 3F, pra me persona të panjohur, ku është pasojë e mos zbulimit të kryesve të vepra penale nga institucione tjera ligjzbatuese, duke përfshirë në rend parë Policinë e Kosovës. Vetëm në këtë regjistër janë bartur 72.573 raste. Andaj, kjo do të na përcjellë në vazhdimsi jo me fajin e prokurorëve të shtetit, sepse si ta shkruani tash tutje, edhe për këta regjistra prokurorët e shtetit e kanë dyfishuar efikasitetin e punimit të këtyre rasteve. Cila është norma e zgjidhjes së këtyre rasteve nga prokurorët e shtetit? Në vitin 2024 të regjistrat PP, pra me personat e njohur, ku ka pasur hetime dhe akta akuza, efikasiteti është 95%. Të miturit, 88%. Të personat e panjohur, ku zbulimi këtyre vepra penale varet, po them prap, nga institucione tjera ligjzbatuese, efikasiteti ka qenë 65%. Të lëndë me penale të ndryshme, 83%. Me ndimin juridike ndërkombëtare, 88%. Me lëndë me ankesa, me mjetër juridike, është 100%. Edhe lëndë që janë me mjetët jashtëzakonshme juridike, që janë kompetencën e zyrës së kryepëtorit të shtetit, është efikasiteti 100%. Marrë në përgjithësi, efikasiteti gjithë prokurorëve, gjitha prokurorit e Kosovës është mbi 90%. Nëse bëni krahasim 2024 dhe 2023, ju do të shihni që vërtet efikasiteti është ngritur dukshëm, sepse të regjistri PP kishim 89% në vitin 2023, ndërsa 95% në vitin 2024. Të miturit e kishim efikasitetin në 2023 në 74%, tani kemi 88%. Të personat e panjohur ose me 3 PP-ja, kishte efikasitet në 2023 në vetëm 36%. Në vitin 2025 kemi 65%. Të ndryshme, 76% në raport me 83%, 83% sa është në 2024. Mendoj që mos t'ju marrë shumë kohë, sepse edhe për vitin 2022 krahasim me 2024 ka një rritje ose efikasitet të shtuar që ka treguar prokurori i shtetit gjatë vitit 2024. Sa i përket lëndëve të pazgjidhura, vazhdon të jetë shqetësuese numri i rasteve me persona të panjohur. Përderisa në krimet e rënda situata është e përmirësuar pothuajse në gjitha prokurorit, përveç në prokurin themelore në Mitrovicë për shkak të thonave që janë të njohura për publikun dhe në prokurin themelore të Prishtinës, po ashtu për shkak të rrethonave, sepse është prokuria më e madhe në Kosovë dhe mbulon edhe rastet nga qendra dhe nga lokalitetet që mbulon kjo prokurori. Vetëm dua t'ju them se në vitin 2024 lënë me persona të panjohur që nuk janë zbuluar nga institucionet ligjzbatuese e që kalojnë për vitin 2025 janë 74.778 lëndë, apo 71.41% të gjitha lëndëve që ka prokurori i shtetit. Dhe kjo besoj që është në përputhje dhe me vendimin që ka marrë Këshilli Prokurorial i Kosovës, që ky regjistër të trajtohet në mënyrë të veçantë
dhe të mos jetë më regjise që prish imazhin e prokurorit të shtetit, sepse nuk mvaret nga puna e prokurorit të shtetit. Sa i përket procedura alternative, dua të them se prokurorët e shtetit kanë pasur një efikasitet të madh edhe përkundër atyre sfidave që i thash në fillim, në veçanti të ndërmjetësimit, sepse janë nxjerrur 3547 raste. Në procedurën për marrëveshje për pranim fajësie janë 553, ndërsa në pezullimin e përkohshëm procedurës janë 237, që i bie në gjithsejt janë 4344 raste, ose persona. Nëse shkojmë sipas prokurorive, dua të them shumë shkurtimisht, me qenë se ju e keni raportin dhe e keni pa. Sa i përket zyrës së kryeprokurorit të shtetit, në vitin 2024 janë zgjidhur 98.17% të rasteve. Kjo 1.80% është vetëm për shkak se rastet kanë shkuar në gjykata për të kërkuar përgjigjet dhe nuk janë kthyer brenda 31 dhjetorit 2024. Te prokuria e apelit janë zgjidhur 99.85% të rasteve. Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës ka pasur një avancim dhe gjithsej janë zgjidhur 349 raste. Sa i përket përqindjes, përqindja është 61.55%. Prokuria Themelore e Prishtinës ka arritur që të zgjidhë të departamenti i përgjithshëm 103.5%. Departamenti i krimeve të rënda 100.52%. Departamenti për të njëjtur 88.10%. Prokuria Themelore e Prizrenit, departamenti i përgjithshëm ka zgjidhur 78.75% të lëndëve të pranuara, gjithmonë por flasim për lëndë të pranuara. Departamenti i krimeve të rënda 86.45%. Departamenti për të njëjtur 90.45%. Sa i përket prokurisë themelore në Tej, në raport me lëndë të pranuara, departamenti i përgjithshëm ka zgjidhur 74.89%, departamenti i krimeve të rënda 101.69%, ndërsa departamenti për të njëjtur 96.94%. Sa i përket prokurisë themelore në Gjilan, në raport me lëndë të pranuara, departamenti i përgjithshëm ka zgjidhur 88.68%, departamenti i krimeve të rënda 104.08%, ndërsa departamenti për të njëjtur 100%. Prokuria Themelore e Ferizaj, në raport me lëndë të pranuara ka zgjidhur 84.14% në departamentin e përgjithshëm. Në departamentin e krimeve të rënda 102.60%. Dhe në departamenti për të njëjtur 109.21%. Prokuria Themelore e Zgjakovës, departamentin e përgjithshëm ka zgjidhur 83.25%, në krimet e rënda 100.27%, dhe në departamentin për të njëjtur vetëm 50.53%. Dhe e dini, kjo ka qenë edhe arsyeja pse Këshilli Prokurial ka hapur konkurs dhe tani më veç është të zgjedh edhe një prokuror në mënyrë që ka qenë vetëm një prokuror i vetëm dhe nuk ka mundur të arrijë me tepër efikasitet. Sa i përket prokurisë themelore në Mitrovic, në raport me vitet e kaluara kemi gjendjen më mirë, për shkak se atje janë transferuar 4 prokurorë gjatë vitit në mënyrë të jashtëzakonshme dhe vazhdojnë edhe 2 tjerë që janë të transferuar me vendim të Këshillit Prokurial të Kosovës. Në departamentin e përgjithshëm ka arritur afër 50% hyrja lëndëve në raport me lëndë të pranuara, ndërsa në departamentin e krimeve të rënda është një befasi që në raport me lëndë të pranuara kjo prokurori ka arritur 104.91%, ndërsa në departamentin për të njëjtur afër 60%. Nëse shikojmë në përgjithësi, besoj që këto shifra flasin bukur për një efikasitet të shtuar të prokurorëve të shtetit edhe përkundër të gjitha sfidave që i kemi pas. Sa i përket vendimeve gjyqësore, në raport me akt akuzaton ose me aktet akuzuese, ne kemi pasë dikon rreth 77% të tyre janë me vendime fajsuese ose ku personat janë shpallë fajtor dhe kanë marrë sankcione penale sipas
Lidh. Për të mos u marrë më tepër shumë kohë, vetëm dua t'ju them se ngarkesa prokurorëve dhe prokurorive më lëndë është vërtet për disa departamente inkurajuese, për disa departamente kërkon angazhim shtesë për më shumë me i plotësu vendet me prokuror dhe në veçanti duke marrë parasysh seancat gjyqësore dhe seancat që mbohen në kuadër të prokurorisë së shtetit gjatë hetimeve. Dhe unë rekomandoj për fund që Këshilli Prokurorial të bëj kërkesa të vazhdueshme tash në kohën kur është rishikimi i buxhetit për të treguar dhe argumentuar arsyeën pse duhet pas prokuror në raport me gjyqtar. Sepse nëse gjyqtarët janë zgjedhur, nëse gjyqtarët e kanë obligim ligjor me i caktuar seancat dhe nuk kanë prokuror të mjaftueshëm me marrë pjesë në ato seanca, është dëmtim i buxhetit të Kosovës, sepse njerëzit marrin paga pa pas mundësi me i kry seancat gjyqësore për shkak të mungesës së fondeve ose buxheteve për prokurorët e shtetit. Sikur ta prokurorë të shkonin vetëm në përfasim të rasteve që kanë në përgjykata, pa e punuar asnjë rast të hetimeve, pa u marrë fare me hetimet. Është pikpyetja e madhe a do të mund të arrijnë me i përfasuar të gjitha rastet që i kanë në përgjykat. Andaj, kërkoj një mirëfillim nga gjithë që kanë kompetencë për vendosur për këtë çështje, por edhe nga partnerët tonë ndërkombëtar, ta kuptojnë situatën realisht siç është, jo në bazë të numrit të rasteve që kem ne tani në përzyret tona, si prokuror shtetit, por në bazë të seancave që i kemi në gjykata. Sepse gabimi më i madh që kemi bën ne është se ne kemi konsideruar lëndë të kryera kur i kemi ngritur atë akuzën e kemi dërguar në gjykatë. Por aty fillon betejë për drejtësinë. Aty duhet kemi prokurorë që janë përgatitur me kompetencë për të përfasuar rastet tona me pas sukses në gjykatë. Ngarkesa në seanca në gjykata e dëmton shumë cilësinë e hetimeve, e dëmton shumë cilësinë e akteve akuzuese. Nëse jeni 6 ditë në seanca në gjykata, kur doni me i bë hetime, kur doni me marrë pyetje dëshmitarët, ekspert, pandehurit, ju e dini tash me kodin e ri, ne e kemi obligim, unë kam shumë një udhëzim detyrues për gjithë prokurorët që duhet i marrin vetëm pyetjet pandehurit. Ka mo autorizim për policinë, duhet vetë prokurorët i marrin pyetje. Andaj, shpresoj të gjithë ata që kanë kompetencë për të vendosur drejtësi në Kosovë, drejtësi efikase, drejtësi cilësore, drejtësi ku prokurorët do të jenë përgatitur për rastet të tyre, qofshin për hetime, qofshin edhe për përfaqësimin e rastit në gjykatë, të i thojnë mendjes që të bëjnë diçka dhe të ndryshojnë këtë gjendje çfarë ne jemi sot si prokurori i shtetit. Ju falenderoj shumë, nëse ka dikush pyetje, jam për përgjigje. Faleminderit për prezantimin e këtij raporti. Po më vjen. Faleminderit kryesues, përshëndetje për prokurorin e shtetit për një prezantim mjaft përmbajtësor dhe në bindjen time ky këshill për herë të parë të një raport i jashtëzakonisht të kompletuar. Raport ky i cili në kohën kur do të jetë i çastshëm për publikut, vërtet gjithë atyre të thotë kanë interes me pas sistemin prokurorial që funksionon, ka me pas një pasqyrë shumë qartë. Është për të vlerësuar lart, sidomos pjesa e fundit, ku ka të dhëna të detajuara për të cilën prokurori, për të cilin prokuror veç e veç, çka në fakt ky raport në bindjen time do të flet shumë për transparencën e Këshillit. Mirë po, transparenca dhe llogaridhënia janë dy çështje të cilat ndërveprojnë njëra me tjetrën. Me shumë vëmendje ndërgova prezantimin e prokurorit, unë dy çështje doshta me ngrit, kjo me ju e para mungesën e prokurorëve dhe përfaqësimin e akteve nga gjykata. Ne vërtet jemi pajtuar me gjitha ato sfida që i përmendi prokurori, mirë po duhet të bëjmë pak edhe vetë kritik,
për faktin se kur po rekrutohen dhe caktohen prokurorë në prokurori, nuk ka një analizë me fill të shpërndarjes së prokurorëve në këtë qytet. Pajtohen plotësisht që ka mungesë prokurorëve. Këtë kemi thënë edhe në çdo takim të rrezë, punëtori, kudo që na ka dhënë mundësia. Mirë po, edhe këshilli këtu e bart pak një përgjegjësi, sepse shpërndarja e prokurorëve, edhe rekrutimi, po shpërndarja duhet të ketë fokus prokurorit të cilat kanë mbi ngarkesë klanëve. Kjo e para. E dyta, sa i përket përfaqësimit të aktit akuzuese. Jem shumë në dieni dhe jem shumë të informuar që ka probleme dhe thotë prokurorët janë të mbi ngarkesë. E mirë po, nuk duhet me mbet kjo çështje në nivel të komunikimit të kryeprokurorit të prokurorisë me kryetarin e gjykatës. Po kjo çështje do duhet të ngritet në nivel të dy këshillave. Ndoshta modeli më i mirë është se si është menaxhu prokuroria në mitërisë në kohën e dërveshjes së gjykatës. Me një komunikim, me një bashkëndrim të aktiviteteve mes dy këshillave, unë mendoj që kish me hapur me kuptim dhe jo me lënë këtë çështje në nivel të kryeprokurorit dhe të kryetarit të asaj gjykate. Krejt në fund, ky raport e ngrit në bindjen time transparencën, po kur thash të llogaridhënia, mendoj që si këshill kemi të fakta, vizitat e rregullt në prokurori. Ne po informohemi me sfidat e të cilës prokurori vetëm kur po vinë ata në raportim për një vjeçar. Mendoj që si këshill, me këto dhëna që i kemi përpara që janë të detajume, kishim më shumë me bë pak më shumë në nivel të ngritjes së efikasitetit. Dhe këtë në fund një pyetje për prokurorin, e përmendet efikasitetin në raport me vitin paraprak, thatë që ka efikasitet të dukshëm në raport me vitin paraprak, a mundi ndoshta edhe interes edhe për publikun, çka ka ndikuar sipas teje që ka një ngritje të efikasitetit në sistemin. Faleminderit shumë, zoti Krasniqi. Ju e dini që prej se jam caktuar në hyrjen e ushtruesit të prokurorit të shtetit, unë këmbaj kolegjiume të rregullta me gjithë kryeprokurorët, dhe shpesh herë thras edhe prokuror ose edhe antar të këshillit prokurorial për të marrë pjesë në këto takime, për të dërguar mesazhin jo vetëm te kryeprokurorët, por të secili prokuror që nëse nuk ka efikasitet, ai duhet të zgjidhë një profesion tjetër, duhet të shkojë në një detyrë tjetër, po jo të rrinë prokurori. A është arritur këtë ajo, çka unë kam dëshiruar, unë mendoj që duhet bërë shumë më shumë se sa kemi arritur deri tash. Por, ju them sinqerisht, për prokurorët e mirë, nuk kemi nevojë asnjëherë me vizitu. Për prokurorët që duhet të angazhohen më shumë, atëherë nuk më vjen keq nëse u them në ballë për ballje që efikasiteti nuk është ai që duhet të jetë. Dhe ndoshta kjo ka ndikuar që secili prokuror me pa që këshilli prokurorial dhe zyra jonë, zyra e prokurorit të shtetit, janë shumë më serioz sa i përket vlerësimit të performancës së tyre dhe janë shumë njerëz të cilët duhen mu avancu në karrierë, mbaren nga vlerësimi i kësaj performance. Ju e keni pa gjatë kohës sa jeni antar këshilli, që disa njerëz që kanë pas vlerësim të mjaftueshëm, nuk kanë mundur fare të aplikojnë për të avancuar. Por edhe nëse kanë aplikuar në ato formular që i kemi neve për plotësimin e kritereve, kanë humbur pikë dhe për shkak të atyre pikëve s'kanë mujtë më avancu në karrierë. Andaj të gjithë prokurorët, kjo është më shumë për prokurorë se sa dhe për opinionin, ju bëj thirrje që të luftojnë për performancën e tyre, sepse performanca e ngritur e tyre u amundson atyre edhe avancimin në karrierë. Dhe dikush tjetër a dëshmon të folë? Hajde, tani. Shëndetje për ushtruesin e hyrjes së prokurorit, në të këshillit, gjithë praneshmit, të media, anëtarët e kontrollit. Por du me përgëzu ushtruesin e detyrës së prokurorit për një prezantim jashtëzakonisht përmbajtësor të këtij raporti vjetor të punës të prokurorive të Republikës së Kosovës.
ajo çfarë u po gjatë këtij prezantimi është një rezultat jashtëzakonisht i mirë i punës së prokurorëve tonë. Spori kjo duhet spikalltur dhe të vihet në pa që rezultatet e punës janë më të mira se vitet paraprake marrë në krahasim nga shtutë dhe tyre të prokurorit. Dhe kjo ka vlerë dhe ka peshë sipas mendimit tim. U përmendën sfidat e mëdha në të cilat përballet i tërë sistemi dhe prokurorët, dhe është shumë e vërtetë që ne jemi pjesë e sistemit që një kohë dhe gjithë një përballet me këto sfida, në veçanti me numrin e pamjaftueshëm të prokurorëve, ku asnjëherë nuk po arrihet ajo çfarë është idealja ose optimalja diku rreth 250 prokurorë për sistemin prokuror të prokurorit. Jo, në vazhdimsi nuk është arritur asnjëherë. Maksimumi lejuar me prokuror ka qenë 209 gjën me tani dhe nuk i kemi të plotësuar gjithë për faktin që një proces veç tani apo e kemi shkollë dhe jo gjithë e dini sa merr kohë procesi i rekrutimit, pastaj i përfundimit të akademisë drejtësisë e tjerë. Shto kësaj faktin edhe të shqyrtimeve gjyqësore që janë të shumta, vërtet puna e prokurorit është me ngarkesë shumë të madhe dhe sfiduese. Por ajo çfarë po du me thonë në këtë kontekst është fakti që gjithë ne do të bëjmë përpjekje bashkë me prokuror që t'i përdorim procedurat alternative. Në mënyrë që ta letojmë sadopak numrin e madh të seancave ose të jenë seanca me marrëveshje të pranimit fajësisë, ku të gjithë e dimë që janë seanca jashtëzakonisht shkurtë dhe prokurori mund t'i kryejë disa brenda ditës. Prandaj është inkurajuese fakti që ne do të punojmë në procedura alternative e në veçanti në marrëveshje për pranim fajësisë. Kjo besoj sadopak do ta zgjidhte këtë problematikën e seancave gjyqësore. Është për t'i përgëzuar gjithë prokurorët që kanë arritur një rezultat më të mirë, por nuk do të kënaqemi këtu, ne do të bëjmë përpjekje që edhe landet e mbetura dhe të bartura me vite t'ju japim zgjidhje. Prandaj kërkohet përsëri angazhim po i njëjtë ndoshta edhe më shumë i prokurorëve, në mënyrë që edhe atë backlog-un që e kemi ta arrijmë ta zvogëlojmë dhe ta stabilizojmë sistemin një herë mirë, në mënyrë që prokurorët të punojnë me komoditetin më të mirë dhe me kualitetin e hetimeve më të lartë. Profesor. Faleminderit shumë. Përmbetje për gjithë. Ju përgëzoj për raportin dhe i përgëzoj gjithë prokurorët dhe kryeprokurorët për punën dhe angazhimin e tyre. Unë kam një pyetje në mes të sfidat të cilat janë shënuar, a do duhet të shtoheshin edhe sfidat nga takimet e jashtme të shumta që ka pas sistemi prokurorial viteve të fundit, sepse nuk e pash këtu, apo ftesat e ndryshme mediale që po bëhen për hetim, a mbetet sfida apo janë ndërmarrë veprime ndërkohë, sepse këtu po i referohem sfida faqenore të cilat janë të shënuar. E kanë qenë sfida jo të pakta ftesat e ndryshme për të reaguar sistemi prokurorial, në veçanti prokurori i shtetit. A mbetet sfida, por nuk është e përcaktuar si sfida. Faleminderit shumë profesor për pyetjen shumë me vend, se përveç atyre sfida, unë i thash edhe disa sfida tjera në fillim të këtij raportimi. Po, e vërtet qëndron ajo. Ne kemi pas kërkesa, informata, thirrje, përjetime të shumë rasteve dhe në zyrën time nuk ka asnjë informat, asnjë rast, asnjë thirrje e cila nuk është trajtuar brenda 24 orë. Sepse jam shumë i përkushtuar që çdo shqetësim i kujdo të qoftë për çfarëdo situate të sqarohet gjatë një hetimi fair, korrekt, pa anshëm dhe të pavarur. Dhe konsideroj që ne jemi mbrapa si sistem dhe si prokuroria e shtetit për t'i dhënë përgjigje gjithë atyre që bëjnë thirrje, që bëjnë ftesa ose që japin informata për raste të caktuara. Arsyeja është ligjore, jo mosgatishmëri e prokurorëve të shtetit për të dhënë këto përgjigje.
sepse ligji për prokurorin e shtetit na thot shumë qartë. Nëse në një proces dëmtohet doni palë e caktuar, atëherë jemi të kufizuar dhe nuk mund të japim informata. Nëse dëmtohet hetimi, edhe këtu jemi të kufizuar. Andaj kjo ka qenë arsyeja që ndoshta opinioni nuk ka mund të marrë të gjithë përgjigjen që ne kishim dashur bartin te ata, por për shkaqe të hetimeve, për shkaqe të ruajtjes së konfidencialitetit, apo të mos dëmtojmë palën në procedurë, ka ardhur deri te kjo situatë. Faleminderit. Faleminderit nderuar profesor, nderuar shtruesi të Zyrës së Prokurorit të Shtetit, ju falenderojmë për raportin. Vërtet është shumë përmbledh ky raport dhe tregon jashtëna, të cilat sigurisht do të shërbejnë edhe për punën edhe më të mirë gjatë viteve të ardhshme, ashtu siç është bërë deri më sot, domethënë edhe në të kaluarën, këtë po i referohemi efikasitetit dhe po flasim shumë për efikasitetin dhe mirë është që ka efikasitet, por unë po i referohem edhe disa statistikave të tjera të cilat duhet i adresojmë, po besoj në këtë takim që po diskutohet raporti, edhe në takimet tona me partnerë ndërkombëtar, por dhe me bashkë me kryeprokurorët e tjerë. Ne jemi të vetëdijshëm dhe jemi dëshmitar të kërkesave të shumta të cilat i paraqesin qytetarët, palët, të cilët janë të përfshirë në raste, domethënë në këto raste. Dhe vetëm po më intereson me ditë që a pranoni ju të Zyra e Prokurorit të Shtetit është kërkesa nga ana e palëve për trajtim të rasteve në kohë të arsyeshme dhe në respektim të afateve ligjore, kohore të përcaktuara me fal, duke qenë se edhe ne si Këshill marrim ndonjëherë kërkesa të palëve për trajtim të rasteve në mënyrë sa më efikase dhe sa më shpejt nga ana e prokurorëve, por me gjithë ato që u thanë sfidave të cilat ballafaqohet sistemi dhe prokurorët tanë, si e shpjegoni këtë gjë që dhe si ne mund ta eliminojmë këtë pengesë ose këtë shtetësim që pala ose një person që ka ndonjë rast në prokurori të mos bëj kërkesa për trajtimin e rastit, por që prokurori rastin ta trajtojë në kohë të arsyeshme dhe të mos mbetet ai backlogu që e kemi diskutuar gjithmonë, sepse unë vetëm po i referohem tash edhe statistikave të cilat janë këtu, për shembull që thotë se efikasiteti është në raport me lëndë të pranuara, është shumë i lartë, ashtu siç edhe ju e thekët, por që në raport me lëndët të cilat kanë mbetur në punë, nëse i referohemi statistikave, domethënë efikasiteti lë shumë të dëshiruar, kështu që vetëm nëse ka mundësi këtë çështje me adresu këto dhe me pas parasysh edhe ne pastaj se si do të adresojmë tek kryeprokurorët, por edhe te prokurorët që të ketë një drejtësi ashtu siç thash, domethënë një drejtësi sa më të mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë zëvendës kryesuese. Një çështje që kohën e fundit e ka përcjellë edhe Këshillin Prokurorial dhe Prokurorin e Shtetit është sepse disa qytetarë falin procedurë ose edhe njerëz për ndonjë interes të caktuar ju kanë drejtuar edhe Këshillit Prokurorial edhe Zyrës së Prokurorit të Shtetit. Shpesh herë Këshillit Prokurorial edhe pastaj ne një bashkëpunim shumë të mirë që kemi pasur edhe me kryesuesin edhe me juve, si anëtarë të Këshillit, ne kemi marrë këto informacione dhe i kemi trajtuar brenda ditës. Pra i kemi adresuar aty ku duhet, sepse nganjëherë palët janë të pakënaqur për shkak të afateve, nganjëherë janë të pakënaqur për shkak të moslejimit të qasjes në shkresat e lëndës, nganjëherë janë të pakënaqur për vonesat e marrjes së përgjigjeve për rastet e tyre dhe plotësisht me të drejtë ne i kemi trajtuar jo vetëm këto raste, por kemi trajtuar edhe rastet kur janë marrë iniciativa edhe kundër prokurorëve ose kryeprokurorëve. I kemi bërë verifikimet dhe kemi dhënë përgjigje për secilën palë që ka kërkuar një trajtim të tillë. Keni të drejtë, dobësisht kur thëni se efikasiteti në raport me numrin e përgjithshëm të rasteve të cilat janë trashëguar
nuk është ai të cilin e dëshirojmë ne, keni plotësisht drejt, dhe kështu do të vazhdoj edhe me tutje, për një arsye, sepse numri i rasteve të trashëguara në raport me numrin e prokurorëve dhe në raport me seancat që i kemi në gjykata është në disbalancë. Dhe pothuajse është e pamundur që prokurorët të arrijnë atë efikasitetin që e dëshiron. Jo vetëm Këshilli Prokurorial dhe unë, por edhe krejt secili qytetar i Kosovës. Nga se nëse një prokuror e ka detyrë me qenë 6 ditë në gjykatë në seancë, atëre ku duhet me dhënë atij në mundësi me i bëhen time. Në raport me lëndë që po i pranojmë, kjo është një fat i mirë për qytetarin mas pari e pastaj edhe për neve si sistem prokurorial. Sepse prokurorët po arrin në një përqindje deri në 90% me i kryer ato raste që po vinë. Problemi është me rastet që janë trashëguar. Nëse do të kishim një numër më të madh të prokurorëve që do të zbrisnin këtë numër që është backlog dhe do të kishim përfaqësime më efikase, më cilësore në gjykatë, atëherë vërtet qytetari i Kosovës do të ishte më i sigurt në zbatimin ose në aplikimin e drejtësisë në Kosovë, do të ishte më i qetë secili njeri që pret nga drejtësia vendime të drejta, pa anshme dhe të pavarura, por me këtë numër që po e batin vit pas viti, me këtë numër të prokurorëve dhe me këtë numër të seancave, për shkak të rritjes së numrit të gjyqtarëve, besoj që do ta kemi vështirë të arrijmë atë që dëshirojmë bashkë. Dikush tjetër? Unë diçka desha me thonë. E para, në bazë raportit, shihet se departamenti i përgjithshëm është përqindja më e vogël e punës po efikasiteti prokurorit. Në bazë raportit lehet më të kuptohet se nuk kemi numër mjaftueshëm në asnjë prokurori në departamentin përgjithshëm. Dhe nuk është e vërtetë ajo që thamë më parë se nuk është bërë analizë e dur dhe nuk është përndar numri i saktë në prokurori. Sepse nevojat janë më të mëdha dhe tha edhe vetë për prokurori se një thirrje një prej sfida më të mëdha është se nuk janë shtleruar asnjë pozitë e re për rekrutim në kuadër sistemit prokurorial, në mënyrë që me plotësu dhe me arrit secili prokuror me përfaqësuar dhe gjykime në ato seanca që caktohen, e dim dhe ka pasur edhe reagime publike nga ana e sistemit gjyqësor që s'po ka prokuror. Dhe po ashtu edhe një nga takimet që më pashtë dhe ky prokuror ka bërë me dije se në disa prokurori nuk janë marrë vesh as qysh me një organi gjyqësie prokuror për time. Domethënë, këtë që ka kuptuar nga kjo është se nuk kemi numër të mjaftueshëm në asnjë prokurori dhe procesi i rekrutimit për këtë vit është shpallë në bazë të atyre pozita që liru, apo që pritet të lirohen shumë shpejt, domethënë që dalim të nxjerrën apo që lirohen formatisht. Domethënë asnjë pozitë tjetër nuk na është leju të kalojmë këtë numër 290. Dhe sipas analizave të mirë, pas që janë bërë vazhdimisht për sistemet, shihet se numri minimal brenda sistemit duhet të jetë 240 prokurorë. Edhe pse në bazë planit të rritjes ekonomike me BE-n është marrë zëtim nga ana e qeverisë për numrin të 30 prokurorë, të 240, megjithatë në buxhetin e Sirjet nuk është lejuar të përgjithësisht. Edhe pse kemi arsitu, kemi qenë 3 herë, kemi qenë në takim, dhe kemi duhet të arsitojmë, i kemi paraqitur gjitha këto sfida që janë në sistem. I tjetër është se edhe në ky prokuror ka qenë në publike se unë kam marrë pjesë në kolegion të ky prokurorëve, dhe kam marrë pjesë dhe një prej temave e kemi biseduar edhe çështjen e publikimit të raporteve statistikore nga secili prokuror. Dhe kanë marrë obligim secili prokuror ta në vetë faqen e tyre me të raport statistikor të jepte dhe dhanat statistikon, mënyrë që dhe këtë thash, me qëllim që lidha me atë se ky prokuror gjatë prezantimit të raportit, fillim tha do ta bëjë edhe një propozim. Ne po pas ta marrim propozimin për prokurorit,
Unë kam qenë njoftuar vazhdimisht nga ana e njësitë dhe nga ana e prokurorit gjatë përpilimit të raportit se ka pas vështirësi në ndjerrin me harmonizimin e dhanave statistikore që ndjer pismidit dhe dhanave fizike nga secili prokuror. Domethënë dyra referenta secila i ka shkruar një raport tjetër me atë që unë nisni. Dhe kjo ka qenë një prej sfidave që vazhdimisht edhe pse u vënu ky raport. Vërdesh bigjet një harmonizim dhe duhet tash unë kam priken dhe besoj që do ta marrë një konfirmim është i pyetje dhe për prokuror. Është i saktë, jo mund bazohemi në këto për përket publikimit të raportit, me qenë se edhe SMIDi ka pas vështirësi dhe nuk ka qenë, sepse ky raport ka qenë dispozicion i madh. Kuptohem se nëse është dispozicion i vogël, dhe kemi diskutuar shpesh, kemi diskutuar në takimin që kam pas në kolegimin e prokurorit. Përndet shumë kryesues e lash me qëllim derisa të shtjerën të gjitha diskutimet që këtë pjesën e raportit që ka të bëjë me raportet individuale të prokurorëve, ta propozoj që të shqyrtohet edhe në seancë të mbyllur, për shkak se lidhet me performancën dhe sa i përket performancës ju e dini se ka rregulla ligjore që thonë me u trajtu në seancat të mbyllura, po megjithatë është çështje e këshillit se si vendos këshilli për këtë pjesë. Është e vërtetë që ne kemi një sfidë që thashë në fillim për numër të prokurorëve, por përmeni vetëm Mitrovicën. Ju e dini që pas ofrimit të dorëheqjes nga ana e prokurorëve të komunitetit serb, ne s'kemi arritur që t'i kemi ata prokurorë në sistem, por për fat të keq nuk kemi arritur as përmes konkurseve tona publike që të kemi prokurorë të interesuar ose njerëz të interesuar për më bërë prokuror në Mitrovicë. Kanë qenë 4 vende të rezervuara në konkursin e kaluar, do të ketë vende të rezervuara edhe në këtë konkurs të hapur, por për fat të keq prokurorët që janë atje e njëri prej tyre që është edhe antar i Këshillit Prokurorial, i cili asnjëherë nuk është aprovuar dorëheqja e tij, dhe e të gjithë atyre të cilët janë prokuror aktualisht në ato prokurori, pra që nuk është aprovuar asnjëherë dorëheqja e tyre. Unë kam me partnerë ndërkombëtar takime të vazhdueshme ku diskutohet kjo çështje, por deri me tani as partnerët ndërkombëtar e as ne kemi mund të bëjmë diçka më shumë që ata të kthehen brenda sistemit ose të kemi prokurorë të ri nga komuniteti serb që dëshirojnë të mundin në sistem. Ndoshta ndryshon kjo situatë, urojmë që të ndryshojë, por kjo është gjendja e parë është. Sa i përket sfidit e thashë në fillim, një prej sfidave që na ka sjellë jo vetëm për këtë raport, por edhe për të pasur informata shumë të sakta, ka qenë ndoshta mos funksionalizimi i tërësishëm i SMIL-it në të gjitha prokurorit, për shembull për zyrën e prokurorit shtetit nuk funksionon për shkak se nuk funksionon jo për shkak të fajit të sistemit prokurorial, por për shkak se as gjykata supreme nuk ka arritur të ketë një komunikim përmes këtij sistemi me zyrën e prokurorit shtetit. Andaj të dhënat të cilat janë individuale për prokurorët veç e veç, dallojnë nga të dhënat që janë të marra nga SMIL-i, nga njësiti për vlerësimin e performancës së prokurorive. Andaj për mos me kriju një konfuzitet për opinionin, për me thonë pse SMIL-i thot në 10, ndërsa prokurori thot 19, unë kam konsideruar se kjo pjesë duhet me u trajtu nga Këshilli sot edhe me diskutu çka duhet me bëjmë me këtë pjesën që let për raportet individuale të secilit prokuror. Pra, nuk është çështje që ne dojmë me ik një përgjegjësie ose një transparencë, por është çështje që mos krijojmë më shumë konfuzitet dhe paqartësi dhe mundësi për komente të ndryshme në opinion, se sa ka vetë sistemi jonë. Pra, kjo pjesë unë kam propozuar dhe propozoj që të trajtohet me në seancë mbyllur. Shani për tjetër? Jo, mirë, unë si propozim, pas për feja, me qenë se prej faqes 18 e tutje, jam përfshirë raportet individuale, unë kisha propozuar që vihet në votim kjo raport i si tërësishëm, mirë po deri në faqen 79 më publiku, nga faqja 30 të tutje të publiku, dhe si mos i kemi këto paqartësia të dilema, ato do të publikojnë, megjithatë kanë marrë obligim dhe do ta publikojnë edhe secili prokuror do ta publikojë raportin me ju.
A jeni për këtë propozim, unë e qes këtë raport me këtë propozimin. Kush është kundër? Edhe abstenim? Jo, s'ke nevojë. Kam nevojë se unë e fola për raportin Tash kush ka më fol, ti e fol e tha këtë pjesë. Disa arsye që po jam kundër është din qëndrimin. po hiqet Tash ose për të vlerësuar që ka pjesa. abstenim prova, pisar veç për ta fjala. Një dhe tha, kundër veç të fol. Ata 9 vota për, një kundër abstenim në duke përse, dhe një abstenim, konstatojmë se me ato të raporti vjetor i punës për shtetit për vitin 2024, në këtë propozimin që një vasa. Faleminderit, kalojmë në pikën e 4 të rendit ditës. Në këtë pikë të rendit ditës kemi raportin vjetor të Komisionit Mbikëqyrës për vitin 2024 për zbatimin e planit strategjik dhe planit veprimit për luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike. Për ta prezantuar këtë raport, e kemi ftuar anëtarën e këtij komisioni, profesorin Zotrin Arben Ispalli. Nëse edhe prokuror. Edhe fjala është për ju për prezantimin e raportit. Po, faleminderit, përshëndetje për gjithë. Sot do të paraqisim raportin vjetor të Komisionit ad hoc mbikëqyrës për vitin 2024, që ka të bëjë me lëndë e korrupsionit dhe krimeve ekonomike në prokuroritë themelore dhe në prokurorinë speciale të Republikës Kosovës. Ky raport është i ndarë në 2 pjesë. Pjesa e parë ka të bëjë me gjendjen e rasteve të lëndëve të korrupsionit në prokuroritë themelore dhe në prokurorinë speciale, ndërsa pjesa e dytë ka të bëjë me prokurorinë themelore në Prishtinë me njësitin. Domethënë që pjesa e dytë ka të bëjë vetëm me lëndë të korrupsionit, po jo dhe të krimeve ekonomike. Nuk është përfshirë. Pjesa e parë e këtij raporti përmban të dhënat prej paraqitjes së kallëzimeve penale, trajtimit të kallëzimeve penale, vendimeve, ankesave dhe vendimeve të gjykatës së apelit. Kallëzimet penale të parashtruara nga organet publike dhe personat është pjesa e parë, ku numrin më të madh të paraqitjes së kallëzimeve penale e kanë Policia e Kosovës, qytetarë e kështu me radhë. Tash po e elaborojmë gjendjen dhe trajtimin e kallëzimeve penale, që nga viti 2023, të cilat kanë kaluar në vitin 2024, domethënë nga periudha e kaluar, në vitin 2024 janë mbartur 583 lëndë me PP me 1650 persona. Gjatë vitit 2024 janë pranuar 575 raste të reja me 1324 persona, ndërsa nga regjistri FPN në regjistrin PP gjatë vitit 2024 kanë kaluar 181 raste me 397 persona, që do thotë nga tërësia e tyre prej 1339 raste me 3371 persona. Do të elaborohet edhe kjo se prokuroria gjatë vitit 2024 kanë proceduar 386 lëndë PP me 933 persona, ndërsa në fund të vitit 2024 kanë mbetur pra procedura 953 raste me PP me 2438 persona. Jo e keni edhe raportin, nuk do të hinj shumë në detaje për numrat e prokurorive të cilat i kanë pas, do është ajo marrë pak kohë shumë, por që to janë dhënat e përgjithshme që kanë bënë me pjesën e trajtimit të kallëzimeve penale. Mënyra e procedimit të personave me kallëzime penale. Prokuroria gjatë vitit 2024 kanë proceduar rastet e 933 personave, prej tyre 46% personave kanë hedhur kallëzimin penal, por 20% të personave kanë pushuar hetimin, ndërsa për 31% të personave kanë ngritur akt akuzues. Ankesat e palëve në prokurorinë e apelit. Prokuroria e apelit, siç e dini me kodin e procedurës, tash veç pranon ankesa të palëve të dëmtuara, lidhur me hedhjen e kallëzimeve penale dhe pushimin e hetimeve.
Mirë po në këtë raport, cilën është paraqit, po të dorëzu juve që janë të Këshillit, unë gjatë shqyrtimit të këtij raporti kam vërejtur se kemi disa gabime në figurën, domethënë në këtë pjesë, në faqen 6 figura 4 ku janë paraqitur dhona, sepse nga arkiva e prokurorisë së apelit, dhonat na figurojnë krejt tjera që është një numër shumë më i madh. Unë po elaboroj tash ç'është është në raport, domethënë këto janë paraqitur sipas raportit. Prokuroria e apelit ka pranuar 12 ankesa të folën kundër vendimeve të prokurorive për hedhje të kallëzimit penal. Prej tyre 7 ankesa janë refuzuar, një ankesë është aprovuar, ndërsa 4 ankesa janë në proces të vendimarrjes. Këto kam shqyrtuar, kam biseduar edhe me përfiluesin e këtij raporti, lidhur me dhonat të cilat prej nga janë mos dhona. Përfiluesi i këtij raportit ka thonë që këto dhona kemi kërkuar nga një siti. Kam kontaktuar edhe me drejtoreshën e një sitit, ndoshta më mirë në fund kish më avon sqarime. Mirë po, përveç kësaj në kam kërku edhe prej zyrtarëve të Smilit. Zyrtarët e Smilit, mbos dhënave që kanë nxjerrë një raport, në prokurorinë e apelit figurojnë dikon 96 ankesa që janë bërë që janë në Smil. Mirë po për njërinë e juaj, edhe pse unë jam vetë pjesë e prokurorisë së apelit, të gjitha lëndët që punuan në prokurorinë e apelit, të gjitha vendosen në Smil. Domethënë asnjë lëndë prej jashtimisht rrotëve kur mund të ketë ndaj lëndë që s'është regjistruar në Smil edhe na nuk mundna. Përndryshe lëndat që vjen me Smil prej prokurorive themelore ose prej palëve diçka, ato janë në sistem të Smilit. Dhonat e sakta, të cilat i kemi nxjerrë sot prej prokurorisë së apelit nga arkiva, gjatë vitit 2024 prokuroria e apelit ka pranuar 152 lëndë me lëndë korrupsione. Prej tyre 93 lëndë janë të refuzuar, 46 lëndë janë të aprovuar, të hudhura si të palejuara ose të pastafaqme janë 8 lëndë dhe të anuluara janë sipas detyrës zyrtare janë 5 lëndë, to që mund me hyrë edhe tek këto të lëndë të aprovuara 46 që me 5 që i bie 51 lëndë. Domthonë kjo është gjendja reale e prokuroria e apelit. Kemi edhe vendimet dhe veprimet e prokurorisë. Prokuroritë kanë marrë 272 vendime, veprime në kuadër të trajtimit të rasteve persona të përfshirë në vepra penale. Gjykatat kanë aprovuar 7 apo 37% nga 19 kërkesa për caktimin e mosës së parabogimit. Vendimet e gjykatat kanë marrë 198 vendime, prej tyre 14% të akuzuarve ka hedhur akt akuzën para shkurtimit gjyqësor, 48% të akuzuarve i kanë shpallur fajtor, 34% të akuzuarve janë liruar, ndërsa për 4% të akuzuarve është refuzuar aktuza. Ankimimi i prokurorisë, ankesat e prokurorive. Prokurorit kanë parashtruar 44 ankesa në gjykatën e apelit. Gjykata e apelit gjatë vitit 2024 ka aprovuar 6, ndërsa ka refuzuar 30 ankesa. Do të paraqisim edhe rastet lidhur me raportet e veçanta nga regjistri PFN. Gjendja dhe trajtimi i raporteve të veçanta në regjistrin PFN nga prokuroria themelore dhe prokuroria speciale. Nga periudha e kaluar janë bërtur 877 raste me PFN me 1335 persona, ndërsa gjatë vitit 2024 janë pranuar 461 raste PFN me 648 persona. Nga tërësia prej 1338 rasteve PFN me 1953 persona, gjatë vitit 2024 në regjistrin PFN kanë kaluar 176 raste me 387 persona. Janë mbyllur 279 raste PFN me 360 persona, ndërsa në fund vitit kanë mbetur 883 raste me PFN me 1228 persona. Kjo është gjendja e rasteve me PFN në prokurorinë themelore, në prokurorinë speciale në nivel vendi. Ndërsa tash kemi bëjmë me krimet ekonomike. Edhe këto kallëzimet penale janë parashtruar nga organet publike dhe persona private, zakonisht kemi raste këto që i kanë parashtruar dogana Kosovës, ATK-ja, policia e kështu me radhë.
trajtimi i këtyre kallëzimeve penale. Nga viti 2023 në vitin 2024 janë mbartur 485 raste me 689 persona. Janë pranuar 288 raste me 389 persona, ndërsa nga regjistri PPN në PP kanë kaluar 140 raste me 210 persona. Nga dërsia prej 913 rasteve me 1278 persona, gjatë vitit 2024 janë proceduar 264 raste me 343 persona, ndërsa në fund të vitit kanë mbetur 649 raste me 945 persona. Ndoshta kjo marrë shumë kohë, ankesat e polën prokurorinë apelit nuk të posë lidhur me këto raste, vendimet e prokurorisë kanë marrë 232 vendime, veprime në fond të trajtimit të personave. Gjykatat kanë aprovuar 13 apo 59% nga 22 kërkesat për caktimin e mosparapagimit. Vendimet e gjykatës kanë qenë 106 vendime, prej tyre 97% të akuzuarve janë shpallur fajtor, 6% të akuzuarve janë liruar, ndërsa 2% të akuzuarve janë refuzuar akuzat. Ankimimi i prokurorisë, prokuroria kanë paraqitur 27 ankesa në gjykatën e apelit, gjykata e apelit ka aprovuar 3, ndërsa ka refuzuar 21 ankesa. Ndërsa pjesa tjetër është normal që ka mbetë pa shkruar. Po kemi edhe gjendjen e raporteve të veçanta dhe të krimeve ekonomike. Dhe janë mbartur lang nga krimet ekonomike gjatë vitit 2023 në vitin 2024 janë mbartur 304 raste PPN me 390 persona dhe janë pranuar 182 raste të reja me 193 persona. Nga tërësia prej 476 raste PPN me 583 persona gjatë vitit 2024, nga regjistri PPN në regjistrin PP kanë kaluar 140 raste me 210 persona. Janë mbyllur 195 raste me 202 persona, ndërsa në vend të vitit 2024 kanë mbetur 151 raste PPN me 171 persona. Kjo pjesa e përgjithshme që ka të bëjë me prokurorinë themelore dhe prokurorinë speciale, që ka me lëndë korrupsione dhe krimeve ekonomike, ndërsa pjesa e dytë, siç e theksuam edhe më herët, ka të bëjë me lëndë e korrupsionit në prokurorinë themelore në Prishtinë, përkatësisht për njësitin që ka punuar. Këto janë edhe dhonat me emrat e prokurorëve për secilin veç e veç, nuk kisha dashur me hyrë këto secilin sepse i keni para vetes me elaboru. Veç këto nga prokuroria themelore në Prishtinë, njësiti, nga periudha e kaluar e vitin 2024 janë mbartur 201 raste me 527 persona. Janë pranuar 218 raste me 501 persona, gjatë vitit 2024 janë proceduar 154 raste me 314 persona dhe në fund të vitit 2024 kanë mbetur 262 raste me 710 persona. Këtu janë lëndë, nuk pun që keni që doni me hi edhe veç e veç për secilin prokuror, po ju i keni raportin. Gjendja e trajtimit të lëndëve me raporteve të veçanta PPN në njësitin e Prishtinës nga viti i kaluar, nga periudha e kaluar në vitin 2024 janë mbartur 534 raste. PPN me 729 persona, ndërsa gjatë vitit 2024 janë pranuar 285 raste të reja me 427 persona. Gjatë vitit 2024 janë mbyllur 197 raste PPN me 261 persona të përfshirë në raste korrupsioni, ndërsa në fund të vitit 2024 kanë mbetur 622 raste PPN me 895 persona. Në këtë raport kemi parapo edhe një mospërfutje të dhonave nga njësiti në Prishtinë. Unë po që në 17 janë dhonat që do t'janë paraqit, cilat i ka marrë mekanizmi parcial dhe njësitit që i ka aprovu. Do më thonë ka një mospërfutje, një numër të përgjë për shembull kemi të lëndë të botëra të njësiti në Prishtinë, njësiti na ka ofru këtë numër 201, ndërsa prokuroria themelore 279, është një mospërfutje prej 78 lëndëve. Do më thonë e përmenda vetëm sa për ilustrim. Dhe në fund
kemi rekomandu që prokurorët e njësitit kundër korrupsionit në prokurorinë themelore në Prishtinë të mos ngarkohen me lëndë në departamentet e përgjithshëm, por të trajtojnë lëndë që bien në kompetencë të njësitit kundër korrupsionit dhe krimeve ekonomike. Po ashtu kemi rekomandu që të aprovohen edhe rekomandimet e raporteve të mëhershme. Kjo në pika të shkurta, nëse keni diçka me pyet. Faleminderit për shumë për prezentim të detajuar, edhe na fush të shkojmë në fjalën. Veç një pyetje kam prokuror për se nuk përputjen para shqyrtimit, të është kjo mos përputje mes njësitit dhe Unë e ceka edhe më herë. Sistemi, ndoshta ma kompetent janë me fol drejtoresha e njësitit, pse është kjo mos përputje. Po, duhet shiqohet edhe çështja edhe me zyrtarët e SMIL-it, pse lëndët të cilat po vendosen smel, po hynë smel edhe nuk po dolin si raporta. Ka ndonjë problem, për shembull të prokurorisë themelore, apo ku qëndron problemi. Mirë po të këto dhona nuk e di pse nuk po është kjo mos përputje. Nuk e di. unë që këtu përkohemi. Po, para se me morë në ta fjallën dhe Zënusha Arta, ishte edhe arsyeja pse unë e parë propozova që për shkak të këtyre mos përputjeve, thjesht mos të dëmtojmë dikën pa fajin e dikujt. Pra që ishte edhe arsyeja, sepse për fat keq, ne duhet si sistem, në veçanti Këshilli Prokurorale i Kosovës, por edhe na si prokuror shtetit, me boç mos që ky sistemi i menaxhimit elektronik të lëndëve të funksionoj 100% siç duhet. Nëse është përgjegjësia të prokurorëve që nuk i futin të dhënat e tyre në smel, atëherë dikush duhet të mbajë përgjegjësi. Ka një udhëzim detyrues, nëse e kanë harruar që ekziston, ne do të bëjmë një udhëzim detyrues tjetër, unë apo kushdo që të jetë në pozitën e këtij prokurori duhet ta bëjë këtë, sepse vërtet to janë kogja shqetësuese sa i përket të dhënave të sakta, kualitative, sa i përket edhe opinionit. Ne kemi diskutuar edhe me Zënushën Arta dhe me kryesuesin e Këshillit Prokurorial se ku mund të qenë problemi. Ka disa raste që prokurorët janë arsyetuar që po mundohen me i vendos në sistem, por për një arsye teknike ndoshta nuk po mundin për me i vendos veprimet e tyre. Nëse është kjo, atëherë ata që merren me IT duhet merren për përmirësuar këtë strukturë edhe për me përmirësuar gjendjen. Nëse nuk është faji te pajisjet, te teknologjia informative, tek shkaqet objektive, atëherë vërtet duhet kërku një përgjegjësi nga secili prokuror që këto dhëna janë të plotësuara ashtu siç kërkon rregulloria dhe siç kërkon standardet. Po dikush tjetër? Atëherë, edhe një pyetje kam pasi me avon Shaime, ata që është në natyrë të Shaime shkurt të saj. është shqetësuese më duket që është ka ra përqindje e efikasitetit, krahasuar me vitin 2022 ku ka qenë 48%, 2023 ka qenë 46%, ndërsa 2024 të vetëm 37%. A mund shpina e sharu për opinionin për me pse ky Po, në bazë vizitave që kemi bënë në prokuroritë themelore, përjashtimisht prokuroritë speciale. Sidomos na kemi qenë në prokurorinë themelore në Prishtinë, çështja e rromës së efikasitetit tek këto lëndë, trajtimi i këtyre lëndëve kemi pas lëvizjet e shpeshta të prokurorëve, sidomos vitin 2024, kur ka avancimi i 5 prokurorëve nga prokuroria themelore në Prishtinë në prokurorinë speciale, po edhe rekrutimi apo avancimi, jo rekrutimi, po avancimi i prokurorëve nga departamenti i përgjithshëm në departamentin e krimeve të rroma në Prishtinë. Në më thonë dikon prej muajit mos gabofsha, prej muajit shtator që kanë fillu, ta prokurorë me marrë lëndë të korrupsionit. Edhe konsideroj që kjo ndoshta është ka paraqit një vështirësi në trajtimin e këtyre rasteve.
edhe pse e di se na kur kemi qenë në fond dikon në muajin dhjetor, ata kanë qenë shumë të angazhuar për mi kry këto lëndë, po di që natyra e lëndëve të korrupsionit do punë pak më gjatë, kanë qenë lëndë pak më voliminore. Ndërsa te prokuroria speciale e dim që edhe me ndryshimet e reja ligjore, tash edhe pse s'kemi qenë atje në vizitë për ato, po na e dim që ligji i prokurorisë speciale tash ka përcaktuar disa kompetenca të veçanta që disa lëndë nga prokuroria themelore kanë shkuar në prokurorinë speciale. Tash për atje nuk e di ku çfarë janë problemi, numri është i besoj që është i mjaftuar, po edhe avancimi i prokurorëve në prokurorinë speciale që ka qenë dikon në muajin qershor apo nuk e di kur është. Besoj që edhe ato lëndë marrin trajtimi i këtyre lëndëve merr një kohë pak më gjatë. Ndërsa sa i përket prokurorisë themelore në Mitrovic, unë e di që kam qenë vetë atje vitin e kaluar ku punuar 6 muaj, aty është gjendja pak më e rëndë për shkak të numrit të madh të lëndëve, numrit të vogël të prokurorëve. Këto janë probleme që edhe ata janë të punuar, si çdo prokuror, mirë po numri është i madh, lëndë kanë mbetur më herët e ka paraqitur të shpejtësi. Ndërsa sa i përket prokurorive të tjera, gjendja është më e mirë, po duhet me di që edhe kodi i procedurës tash ka hyrë fuqi se po i bie shpesh me përmend, tash pak më ndryshe ka përcaktuar mënyrën e trajtimit të rrotave penale. Domethënë që po merr pak më. Domethënë nuk është çështje diçka që prokurorët nuk kanë punuar, ata janë angazhuar me krejt mundësi që kanë. Mirë po këto janë problemet, sfidat që ndashta ka rënë efikasiteti për vitin 2024. Mirë po sa kemi njëri tash, sepse nuk të paraqesim raport për vitin 2025, por edhe lëndë që po vinë në prokurorinë e apelit, është sa i përket prokurorisë themelore të Prishtinës, po prokurorive të tjera, po më duket që është një efikasitet më i madh se sa vitin para. Unë zita nga diskutimi i fundit, po thatë nga vizitat në të që ashtu prokurorinë speciale. Pse nuk kemi bën vizitën në prokurorinë speciale? E di që po, morët me Dhe për fjalën kryesisht, është ndodhur për gjithë të pranishmit. Por isha lëshuar në këtë çështjen e efikasitetit, është e vërtetë ajo çka, domethënë kemi vrejtë për shkak se disa takime kemi pasur edhe me njësitin, ne si komision. Është e vërtetë që lëvizja e shpeshtë e këtyre prokurorëve kanë ndikuar në rromin e këtij efikasiteti, sipas nga dhënat e fundit që i marrën nga prokuroria e Prishtinës për 4 mujorin e parë të këtij viti, ky efikasitet është rrit krahasuar me vitin e kaluar, shkak se tani më njësiti është konsoliduar me prokurorët e nevojshëm, edhe natyrisht që ju dini ka qenë diskutim të primat dhe ardhmja e njësitit, ku e kemi diskutuar te plani strategjik, pastaj ku kemi diskutuar te norma në dorës që kishin në takimin e fundit për rregullorën. Tani më do të thotë është zgjidhur ky problem sa i përket çështjes së prokurorit në njësit, sepse kemi domethënë prokurorë që tani mo janë pjesë e këtij njësiti dhe natyrisht rrja atyre nuk është sikur çdo lëndë tjetër. Në lëndë që janë të natyrës së korrupsionit duhet derisa adaptohet të thotë në lëndë të tillë prokurori, sepse janë lëndë voliminore. Dhe natyrisht është arsyeshme një rrëmje e tillë e këtij efikasiteti, që besoj që ka me vazhdu me këtë ritëm çfarë është tani vitin 2025, sepse dhënat e fundit tregojnë që ky efikasitet është rrit, por kjo ka më qenë pjesë e raportimit 6 mujor që ta bëjmë në kuadër të këtij këshilli. Se për këtë vizitave në terren, na kemi domethënë para përbilimit të secilit raport, na u dërgojnë përmes kolegëve tanë nga KPK-ja emaila të gjithë kryeprokurorëve, natyrisht me gjithë kemi realizuar takime. Nga komunikimi zyrtar që kam pa përmes emailit zyrtar që më kanë njoftuar pra kolegët tanë nga KPK-ja, e kam pa që për shkak të agjendës që ka pasur në prokurori i kryes nuk kanë mundë të realizuar këto takime dhe natyrisht që kemi pas paku 3 apo 4 tentativa për të realizuar këtë vizitë në këtë prokurori. Nuk do kemi mundë, domethënë pikërisht për shkak të agjendës në zonë që ka pasur, paku nga komunikimi zyrtar që e kam vrejt. Dhe natyrisht takimet e tilla kemi me realizuar besojmë në të ardhmen kohë është e mundshme dhe të ketë një agjendë më të dhëna e prokurorit kësaj prokurie. Faleminderit. Tani se s'ka dikush tjetër, po në. Faleminderit të nderuar kryesis, përshëndetje për prokurorin, faleminderit për elaborimin e raportit të nderuar prokuror. Por unë vetëm po i referohem të dhënave të cilat janë në faqen 7 të këtij raporti, thotë se është hudhur akt akuza para shqyrtimit gjyqësor
tek rastet e korrupsionit, nëse nuk gaboj, e thonë, po. Pastaj është edhe një rubrik tjetër që thotë se 6 aktafuza janë refuzuar. Si a keni arritur, jo si komision, që të shikoni se është ky numër kaq i lartë, më thonë, fundjes aktafuzave përpara shqyrtimit të thotë u dihet që kemi të bëjmë me natyrë. Po, 22 raste para 27 raste, domethënë nuk jam pak, ku kemi parasysh se jemi duke folë për rastet për të cilat zhvillohet hetimi i mirëfillt, sigurohen prova të mirëfillta, ashtu siç duhet, sigurohen dhe ky numër për mendimin tim është goxha i lartë për këto raste të kësaj natyre. Keni arrit ju që të shihni këto raste, që të bisedoni me krye prokurorin, por edhe me prokurorët e njësitë, sepse di që keni vetë thatë se keni pasur takime, se ku është problemi, domethënë që një rast i korrupsionit mundet në këtë mënyrë. Po, faleminderit për pyetjen. Nuk e di që na si komision nuk e kemi kompetencë për me hyrë për çështjet individuale çka shtyhet. Kjo është kompetencë e kryeprokurorit dhe e njësitit për lehtësimin e performancës së sistemet. Domethënë, na si komision nuk kemi kompetencë me hyrë në lëndë caktuar pse kjo është. Na kompetenca e këtij komisionit është vetëm me shku me vizitu, me mbledh dhënat pengesat, vështirësitë që paraqiten lidhur me hetimin e këtyre rasteve, e përfilim në raportin dhe e referohemi në këshill për votim. Domethënë, ne si komision nuk kemi drejt me hyrë në vetë për lëndë caktuar pse kjo lëndë kështu ose kështu. Përjashtimisht, pikon vitin ndoshta 2019 apo 2020, Këshilli na ka autorizuar si komision, sa atëherë kam qenë kryetari i komisionit dhe anëtar i Këshillit, por që na ka dhënë kompetencë për me këshirë lëndë pak më detaj. Mirë po thash për thash, si komision nuk kemi drejt na me hyrë lëndë me këshirë shak çka po bën. A ka ndryshuar diçka? Jo, unë faleminderit për përgjigjen e nderuar prokuror, por që domethënë mandati i këtij komisioni nuk është vetëm teknik. Besoj që ju e keni kuptuar këtë gjë, me kaq vite sa punoni në këtë komision, se që edhe prokurori Arjan po thënë me shtyp diçka. Po. Domethënë, ky komision ka mandat monitorimi të këtyre rasteve. Dhe në këto takime besoj që ju kur shkoni në takime, besoj që bisedoni edhe për çështje përmbajtësore, edhe për çështje të hetimit, edhe për çështje të sigurimit provave, vështirësive, sfidave të cilat ballafaqohen prokurorët dhe pikërisht për këtë po them se nëse ka mungesë kapaciteteve ose të mënyrave të ndryshme ne si këshill mundemi edhe me mbështet njësitë edhe me fuqizu edhe më tepër, por që jo me këto rezultate, absolutisht jo. Ky numër është alarmant dhe besoj që duhet rishikohet edhe një herë çështja e këtij njësite, për arsye se me këtë numër sistemi për prokuroria po del jashtëzakonisht keq. Thonë edhe para opinionit, por edhe para kritikave të cilat adresohen në luftën kundër korrupsionit, ne duhet jemi real dhe duhet ta pranojmë sepse nesër ne po synojmë që të hyjmë edhe në më tutje, domethënë të kalojmë edhe të hyjmë në Bashkimin Evropian dhe me këto statistika dhe me këtë luftë tash dopët, domethënë besoj që ne do ta kemi të vështirë si vend që të ecim përpara. Kështu që vetëm po them se ku është problemi që edhe besoj që është dashur të jetë një rekomandim nga ana e komisionit këto, dhe jo vetëm një rekomandim që prokurorëve t'u hiqen lëndë, të spedi edhe s'pe kuptoj edhe rekomandimin nëse bën edhe një herë me na sqaru. Cilat lëndë t'u hiqen këtyre prokurorëve, kur a kanë edhe lëndë tjera, se nuk po kuptohet edhe rekomandimi cilin e keni dhënë. Këtë është e mundur me na sqaru. Rekomandim nëse më lejoni të thonë. Në bazë të vizitave që kemi bërë në prokurorinë themelore në Prishtinë, prokurorët e njësitit na kanë njoftuar se janë të ngarkuar edhe me lëndë të departamentit të përgjithshëm. Edhe na kemi propozuar që kemi rekomanduar që çështja e Këshillit apo ai heq këtë lëndë prej prokurorëve që janë njësit apo jo. Mirë po kjo është edhe një pengesë më e madhe që ka vështirësuar punën e prokurorëve, më morë edhe me lëndë korrupsionit edhe me lëndë departamentit përgjithshëm. Domethënë është çështje e menaxhmentit të prokurorisë, mirë po na kemi pasur si domethënë një pengesë shumë të madhe që ka rënë efikasiteti që pyeti edhe kryesuesit, domethënë kanë ndikuar edhe në efikasitet, në që me punu lëndë korrupsionit ka po morë me vjedhje pyetje apo do të jenë lëndime tjetër prokurore kanë.
prokurorin e njësisë. Edhe qëllimi është për me pas një efikasitet më të madh për vitin 2025, na kemi rekomandim. Domethënë është rekomandim i komisionit. Në fakt çështje e Këshillit Përfaqësues se më fjalën Arjani vesh. Përmendet se kur kishin kryetari i komisionit dhe antar Këshillit, keni pa njësit i ka pas autorizim atë nga. Jo, nuk kom kuptuar. Ka pas të monitorimin e landëve. Tash Jo. s'ka vendimi të ndryshuar. Jo, të ndryshu, po na kemi pas një vendim. Këshillit që na ka dhënë autorizimin mi këshyre dhe lëndë. Do thonë vetëm për një monitorim. Veç për Veç për një monitorim. Po, thash mos ka qenë. Ja. Po. Ora, për çështjen e rekomandimit që zhdojnë që lidhet me ngarkesën që kanë prokurorët e njësitit me lëndë të departamentit të përgjithshëm. Kjo ka për shkak se gjithë jemi në dieni, prokurorët e departamentit të përgjithshëm kanë qenë shumë të ngarkuar në vitin e kaluar, me lëndë, me përfaqësime dhe ka qenë numri të gabojë diku prapësisht afër 10 prokurorë që kanë qenë gjithë këtë numër të përgjithshëm të prokurorëve që ata trajtojnë për të marrë parasysh ngarkesën që ka për të themeluar me Prishtinë. Dhe ky vendim ka ardhur nga ana e prokurorit pas edhe dhënies së pëlqimit nga ana e prokurorëve të TKR-s në përgjithësi, jo vetëm të njësitit, por edhe prokurorët tjerë të kuadrit të TKR-s që kanë pranuar do të thotë janë për mi dalë në ndihmë. Po kjo ka qenë diçka përkohshme, sepse tani më veç një numër i madh ky këshill e ka dërguar të prokurorëve në kuadrin e departamentit të përgjithshëm në Prishtinë dhe besoj se çështja e tillë duhet tanohet, edhe ka qenë një prej çështjeve që kemi diskutuar në takim me prokurorin, ja kemi bërë me dije që prokurorët e njësitit pas vendimit të KPK-s ngarkohen vetëm me lëndë të njësitit. Jo me lëndë atë të DKR-s janë të natyrave tjera përveç lëndëve të korrupsionit. Çështja e dytë që ngriti me të drejtë, do të thotë zëvendës kryesuesja Dantulli dhe ndoi shqetësimin e njëjtë sa i përket kalueshmërisë të lëndëve të korrupsionit. Kjo nuk është një çështje që lidhet me vitin 2024 apo vitin 2023 apo 2022. E kam thonë këtë këshill disa herë, po e riteksoj prapë. Korrupsioni është sfidë. Prokurorët ata që punojnë njësi, janë të njëjtit prokurorë, edhe para njësitit, janë të njëjtit prokurorë dhe pas njësitit. Janë ata që kanë lëvizje në provime speciale, edhe çdo punë tjetër ku janë apel apo diçka tjetër. Nuk e kanë problem çështën e kalueshmërisë së akuzave në përgjithësi, domethënë në sistem. Na kemi shkollën e përgjithshme të kalueshmërisë së akuzave mbi 9%. Dallon te viteve në vit, diku 94 deri në 97, nëse të bëj takim ashtu. Që është më larta në rajon, por flas në përgjithësi për këta akuzave. Problemi që ndron të lëndë korrupsionit, sepse rrallë herë arrin 50% është edhe më pak. Prandaj, kjo është një sfidë, sepse kam thonë, të njëjtit prokuror po arrin ti kalojnë ata akuzat në të gjitha veprat penale të natyrave tjera. Në lëndë të korrupsionit nuk po arrin mbi kalu. Standardet për ngritje, për hetime, për ngritjen e akuzave, për gjykime janë të njëjta për gjitha veprat penale që kanë përcaktuar dispozitat e kodit të procedurës penale. Pse po ja qellojmë me këta akuzat tjera të lëndës po ja qellojmë. Kjo është sfidë, domethënë nuk është një problem këtë çështje ju e dini, kam ngritë edhe në takim që kem pas me anëtarët e Këshillit Gjyqësor, takim në bashkë kem pas muin janar apo shkurt, edhe me kryetarin e Gjykatës Supreme, sepse keni parasysh pikërisht këtë lëndë të korrupsionit, në tekst veçantë ato të nivelit të lartë, janë mbi 10 lëndë që janë, domethënë fituar nga VKPSH-ja me mjet të jashtëzakonshëm kërkesë të mbrojtjes së ligjshmërisë, ku Gjykata Supreme ka konstatuar në lëndë të korrupsionit në nivel të lartë që ligji është shkel nga Gjykata Shkollës së Parë dhe Shkollës së Dytë në favor të pandehurit me gjykimet liruese që janë dhënë dhe për fat mirë ato lëndë pra veç janë domethënë evidentuar si tilla dhe i kemi. Prandaj kjo është një sfidë që po na përcjell dhe nuk e di se diçka është varë nga ne, nëse duhet ne të ndryshojmë këto akuza, është mirë më na tregu çfarë, domethënë çfarë duhet të bëjmë këto. Sepse din pyetja, po flasim do të thotë për lëndë të korrupsionit të nivelit të lartë. Ne e shohim në raportimet që bëhen në media, din pyetja sa pikë lëndë po kalojnë. Kjo është sfiduese dhe besoj që është një çështje që ndoshta kishin mirë me ushtruar edhe në takimin që kemi pasur, që duhet më pas në të ardhmen me kulpat punëse të Këshillit Gjyqësor për me pasur të defekti, dhe së është defekti tek ne, atëherë ti ndryshojmë, nëse është defekti atëherë le të na tregojnë se si praktika duhet t'i dërgojmë atje. Faleminderit. Po ata mbet në çajm e vënë edhe pse mund në vend. Thjesht të falenderoj zëvendës kryesuesen që ngriti këtë çështje dhe besoj që jemi gjithë shqetësuar për efikasitetin se përket këtyre rasteve
edhe nga një siti që është në Prishtinë. Gjithë neve kemi diskutuar edhe arsyeshmërinë e ekzistimit apo mos ekzistimit të këtij njësiti për shkak të efikasitetit. Ju e dini kur e kemi bërë dhe rregulloren, kemi thonë që ky njësit pas premtimit të kryeprokurorit Qeverisë Themelore në Prishtinë të vazhdoj të ekzistojë, sepse sipas kryeprokurorit janë disa çështje penale të cilat nuk kanë mund të kryen 2024, por prej rezultatet të tyre priten të ndodhen në vitin 2025. Dhe uroj të jetë kështu. Vetëm një statistik të dhëna statistikore sa i përket vendimeve gjyqësore, se zëvendës kryesuese me drejt pyeti pse janë refuzuar kaq shumë akuza. Qani, vetëm dikon rreth për 16-17% nuk bëhet fjalë për individ, por 17% të rasteve të personave ka aktgjykime në bazë të parashkrimit që kanë ndodhur në gjykatë. Dhe në këto raste refuzohen. Edhe nëse këto statistika, këto të dhëna përfshin edhe rastet e korrupsionit, atë situata është hala më shqetësuese. Sepse në departamentin e përgjithshëm janë dikon 2357 persona që me vendime të gjykatave është marrë vendim për shkak parashkrimit. Nëse i shtoni këtu edhe personat në departamentin e krimeve të rënda, atëre kjo përqindje vërtet është shqetësuese. Tani, a duhet neve të ndryshojmë politikën tonë si këshill, edhe si prokurori i shtetit sa i përket rastet të korrupsionit, e kemi thonë gjithmonë që duhet. Edhe kjo ka qenë arsyeja ndoshta edhe që është formuar ky komision për më shku me monitoru, me gjetë të dhënat, edhe pastaj kryeprokurorët, dyra kryeprokurorit të shtetit, Këshilli Prokurorial me pa se çka duhet veprohet. Po them edhe një herë, nuk ka qenë e rastësishme diskutimi i këtij këshilli për ekzistimin ose mos ekzistimin e këtij njësiti. Andaj, besoj që edhe ky takim, edhe ky raportim i juaj do të jetë në vëmendjen e të gjithë atyre që i kanë këto raste duke i trajtuar, në mënyrë që në raporte të tjera rezultati më dalë shumë më i mirë se sa ky që është. Faleminderit. Po, unë ta jap shërimin për shkak të mos përfutjes të më thonë. Unë vetëm desha me ju sqaru një fakt, se për të dhëna cifre gatitë të zyra për statistika për mekanizmin për kthjellës për vepra penale karakteristike, disponon me një database Crimform, e cila i bën regjistrimin e të gjitha zonave. Është periudha e caktuar kohore kur pastaj bëhet prerja asaj periudhe dhe nuk mund të regjistrohen më lëng. Për arsye që me pas një datë fiksuar, sepse ashtu pastaj nuk mund në vazhdimsi nuk mund të regjistrohen lëng. Do të thotë të gjitha këto për këtu vepra, do me thonë, për këtu të dhënat ekziston kjo databaza Crimform nga regjistra fizik. Mirë po, sa i përket anketave, do me thonë nga prokuroria e apelit, ne donat i marrim vetëm si raste të përgjithësuara. Dhe për këtu vepra penale karakteristike e kemi marrë nga SMIRI. Dhe do të thotë bashkarisht në bashkëpunim me IT-n i kemi nxjerrë të dhënat nga SMIRI. Tash, ku çalon puna? A është sepse do të thotë për veprat e korrupsionit, a është pajisje vetë funksionimi i IT-s apo vetë përdoruesit, ajo është një çështje për të cilat duhet me ngritë gjatë vizitave të ndryshme, sepse mund të ndodhë që edhe në SMIR nuk i regjistrojnë gjitha lanë, pastaj edhe nuk del pasqyra reale e këtyre të dhënave. Më tjetër nuk ka çështje. Faleminderit, atëherë të diskutuar mjaftueshëm besoj për këtë raport, unë e hedh votim, po të Hem korom.
Sa i përket këtyre dhënave, mendoj që duhet urgjentisht sekretariati dhe persona kompetent brenda sekretariatit më une po ju bëj thirrje friktivit, sepse ne do ta votojmë këtë raport dhe ka një mosbërthitje jashtëzakonisht të madhe, ashtu siç u theksua. Edhe dikush prej prokurorëve mund të staj për shkak të këtyne mosbërthitjeve. Shumë është e thjeshtë. E di pse po komplikoni. Unë për veti vetë kom punu, edhe zyrtare, edhe prokurore, edhe është shumë e thjeshtë situata me dhënat, unë nuk e di pse po komplikohet kjo punë. Dhënat gjenerohen, mirën prej shkrimorët, janë sakta, ekzistojnë regjistrat, unë nuk po kuptoj pse po ndodh që kjo situatë. Nëse është e mundur dikush marrë me dhënë një argument, një arsye, se ka mosbërthitje dhënave, do të isha më e lumtur ambur. Sepse është, domethënë, kush ka ndodhur kjo situatë kështu? Nuk ka ndodhur kjo situatë e mosbërthitjes me 70%, me 80%, domethënë të mosbërthitjes dhënave, domethënë është kjo nuk guxon me ndodhur. Jo, necesarem, S'po kuptoj arsyen. necesarem prej raportet smilit me raportet fizike që përzohen, për shembull, për ta marrë një shembull, se dërgimi i kompetencës nuk llogaritet me mesin e ndërkrimit, ndërsa raportet fizike këtë dërgohen. Është një prej atyre dhëna që për shembull jo ne do në disa dhëna tjera që me smil nuk po llogariten si ndërkrim, kështu që këto janë ndoshta më të përputhjet të numrat që japen në fizike me raportet fizike. Ka qenë kërkesë të peshët që fillohet me njerë me këto raportet gjenerohen me të mesmit. Dhe edhe për shkak mosbërthitjes ka qenë proportim edhe tyre që po propozohet me pilot projekt në një prokurim në herë që po kanë tashkë me përputhje dhe pagot me tutje, mirë po duhet fillohet përmes milit, kjo është çështja që duhet fillohet. Edhe sipas diskutimit që kam pas, po marr këshillu edhe njësitin e këtë, që edhe njësitin e këtij duhet të gjenerohen përmes milit. Dhe do të nxjerrin dy raportet, edhe këtë fizike të shihin këtë dallim derisa të harmonizohen në tërësi këto raporte. Apo këtuç, nuk e di me qenë se zëvendësi janë ngritin një çështje të rëndësishme, a ke shqetësime njëjtë edhe në raportin për ata? Me statistika. Pa njëjtë Ke shqetësimi për ata? Apritën më largu ky shqetësim, edhe me ditë ka vinë çdo statistikave edhe cilën do ta morëm si zyrtar. Partitë është për keqardhje, gjithë e punë e mirë që është në paraqit në kopje fizike edhe me material, dhe ne këtë në takim të fundit, të thotë ne votim nuk e aprovojmë, për mu pak ka rëndësi saktësia të dhëna, sepse qytetarët nuk i intereson se cili prokuror sakt me ditë ajo ka bondarja lënë dhe asa lënë di ka kry. E rëndësishme është ai prokuror që ka pak naci, brenda prokurisë, drejton me kërë prokuror. Na nuk mund të thirrëm në faktin se ka saktin dhëna mes dy subjekteve që i gjeneroj kanë të dhëna, me faktin që nuk duhet me publiku raport. Ju lutem, stili gjyqësor ka bën këto tash të rritje. Pse nuk e bëjmë na, është të vërtetë se kuptoj. Atëherë herë më them këtë raportin e Komisionit Mbikëqyrës për operacionet ekonomike, kush është për? Kush është kundër? Abstenim, 2 abstenime, apo me nën vota për dhe 2 abstenime. Në ato konstatojmë se Këshilli Prokural merathan raportin vetor të Komisionit Mbikëqyrës për korrupsion dhe krimin ekonomik e rritjen e investigatorëve. Prokurori Arben Pandet për studie i dirë. Konformimit 14 paragrafi 8 ligjit për Këshillin Prokural propozoj që pika në vazhdim të trajtohet me 2 mbyllura. Kush është për? Kundër? Abstenim? Një abstenim. Kundër, a? Kundër. Atë 90 vota për, konstatojmë se pika në vazhdim do të trajtohet me 2 të mbyllura.